diskutojmë që byreku është turk. Ju po na vërtetoni që byreku mund mos ketë një zonë, një territor. Byreku s'ka si tjetë turke para punës se flas në territorin modern sot. Bos. Historia jonë shtrihet nga antikiteti, ndërsa turqit u vendosën në Konstantinopoj, ju e dini, mas i ra Kruja, ra Konstantinopoja. U kriju perandori, pastaj u fuqizu më vonë. Ai shkruan, fitusi i shkruan ato kronikat, dakord? Shkruan kronikat e luftës dhe pastaj të gjitha termat që i merr nga ne, kuzien, shiko, fjalët e vogla, një rok se ato idiomat e vogla, që gjua jonë i ka rezistu kohës për këtë punë, japin ose emërtimin si një lloj funksioni, ose si një lloj, si themin, ndahen nga do t'japi funksionin ose një që ka të bëjë me elementet dalluese. Tim arbitrar. Po. Quhet gotë sepse ka këtë funksionet. Po kuzien. Është kuzia, po. Të gjitha enët që kemi në të ekspozuar ke muzeu arkeologjik i joni, ka dhe të komunitet të themi të kolonive greke dhe të qyteteve, shtete që shqiptare ishin. I lirët, sepse i lirët arbërorë shqiptarët, ne jemi. Është vërtetuar, domethënë, edhe vazhdimi gjuhësor, edhe vazhdimi jonë që jemi pasardhës direkt i lirëve dhe të arbërve. Aty janë të gjitha enët janë të ekspozuar aty. Çka ka atje? Enë dhe armë